Busti i heroit kombëtar Gjergj Kastrios Skënderbeu prej më shumë se një viti dërgjet në një prej sallave të godinës së bibliotekës së Kukësit. Lëvizja u bë në momentin kur nisi puna për rehabilitimin e sheshit që mban emrin e tij, por me sa duket busti është harruar pasi ende nuk është rikthyer në vendin ku ka qëndruar prej vitit 1939. Qytetarët kërkojnë rivendosjen e bustit, pasi sheshi që mban emrin Skënderbej nuk ka kuptim pa të. Po sheshi Skënderbej, pra ne duhet voshi busti pa tjetër. Pra pas sa si vendosën në organet që merren këtë punë. Për disa sheshi duhet tjetë edhe busti. Për thjesht do të vendoset ai, po s'ka kush e vendos. Prandaj kanë ngel pa emër i fes. Nuk e di, ja, kanë huet në podrum. Që di për sheshi Skënderbeu, po Skënderbeu sa. E ke ku asaj. Tash në është emri jashtë, po Busti i Skënderbeut në Kukës është realizuar nga Odise Paskali dhe për herë të parë u vendos në Kukës të vjetër, aty ku dhe sot ndodhet bazamenti i plot, që del në sipërfaqe sa herë që thahet baseni i Fierzës. Pas përmbytjes së qytetit, busti i Skënderbeut u vendos në qendër të Kukësit të ri në vitin 2001.